Më mirë ta bëni dushin në mbrëmje apo në mëngjes, befason eksperti. Shumë njerëz pyesin veten se kur është koha më e mirë për të bërë dush, në mëngjes apo në mbrëmje. Eksperti thotë se përgjigjja varet nga stili i jetesës, shëndeti i lëkurës, gjithashtu edhe zakonet të tjera personale. Dushi në darkë ka disa përparësi të rëndësishme. Ai e ndihmon trupin tuaj të qetësohet, të ulët temperaturën e tij dhe gjithashtu të parandalojë ndotjen e madhe që keni marrë gjatë ditës. Duke u larë përpara gjumit, ju do të flini më mirë, më pastër dhe do t'i mbani çarçafët tuaj më të pastër nga bakteriet e ndryshme. Nga ana tjetër, dushi në mëngjes do ju bëjë që të nisni ditën plot energji. Një larje e freskët në mëngjes ju çloll, përmirëson gjithashtu qarkullimin e gjakut dhe jep ndjesinë e pastërtisë. Ndjekja e këtyre ritualeve në përditshmërinë e ditës suaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të mbajtur larg komplikacionet e mundshme që ndikojnë negativisht.